Vërshimet e shkaktuara si pasojë rreshjeve të dendura të shiut në Kërçov kanë lënë pasoja të rënda edhe në stadiumin e KF Vllazërimit. Përveç dëmtimit të fushës, dëmet të konsiderueshme janë shkaktuar edhe në zhveshtore dhe hapësirat ndihmëse, ku pothuajse të gjitha pajisjet janë shkatruar. Nga klubi futbollit Vllazërimi apelojnë për ndihmë deri te të gjithë ata që kanë mundësi të ndihmojnë financiarisht me qëllim përmirësimin e kushteve dhe rikthimin e stadiumit në funksion. Dashamirët e sportit theksojnë se dëmtime serioze janë shkaktuar edhe në terrenin me bar artificial, i cili kërkon ndërhyrje më serioze për sanimin e plotë të situatës. Këtu se të shoh është bërë dam, është ngrit ky se kjo është në formë të pikut. Është ngritë dhe është mund t'jem bo këta që se mund të shihni këto kodrat që është vështirë të riparohen, duhet të hiqet kjo të rafshohet edhe vendosen ke vend. Po sipas me dëmi më i madh është bërë se uji ka bajt ato kokrat e zezat të gomës që janë, që i mbrojnë këto fijet e barit artificial, mos shkoqen, mos shkepen, edhe mbrojnë lojtarët të sigurojnë atë koeficientin e fërkimit gjatë lojës, domethënë mos rrëshqesin. I ngroti dhe shiu do të lajë këtë që kalon këtë baltën këtu, po duhet një ndërhyrje, duhet fundi duhet të hidhen ato kokrat e zezat të gomës që janë të nevojshme patjetër në këtë stadium me barë artificial. Ndërsa një tjetër problem shqetësues mbetet edhe tribuna e stadiumit, e cila u prish me idenë për të ndërtuar një e re. Aktualisht në atë hapësirë është krijuar një grope e madhe e mbushur me ujë, ndërsa banorët që jetojnë në afërsi shprehen të shqetësuar se gjatë verës nga kjo zonë kanë dalë edhe gjalprinj, duke rritur rrezikun për sigurinë e qytetarëve. Diçka sipas me dëm tjetër kolosal me prishjen e saj tribune që e tribuna e re e groposën e bën atë gropën që është bën një bazen të shi, përveç asaj që na ka dëmtuar këtë kohë mungesa asaj tribunës edhe mungesa e vend parkimit për automjetet që ka qenë një kaos këtu. Gjatë verës për ne që kemi shtëpia këtu ka qenë një katastrofë tjetër, na vërshon gjalprit. Për shkak të kësaj gropës me ujë, zhabave, bretkocave, ata vera ishte nxehtë. Gjalpri ka pas mjaft. Ne kemi qenë në rrezik të madh. Situata në stadiumin e KF Vllazërimit kërkon ndërhyrje urgjente nga institucionet përkatëse që të krijohen kushtet normale për zhvillimin e aktiviteteve sportive.